Në një ceremoni të organizuar nga veteranët e shëndetësisë së Ferizajt, ku ishin të pranishëm mbi 50 mjek ferizajas, u ndan mirënjohje për dy kolegët e tyre tashmë në pension, Sulejman Topallin dhe Fadil Mehmetin. Të dy këta për më shumë se 30 vite kontribuan në zhvillimin e shëndetësisë në Ferizaj dhe rajon. Sulejman Topalli tha se ndjet krenar që ishte mjek dhe që kontriboi në ngritjen e mjekësisë në Ferizaj e Muxher, duke lënë pas tij një zhvillim të ndritur të shëndetësisë në Ferizaj. Për mua është krenari, është një satisfakcion, është një tregimi një realitetit për veprimtarinë time mbi 36 vjeçare në kontributin e zhvillimit të shëndetësisë jo vetëm Ferizajt, por edhe të rajonit përgjithësi, në themelimin e Institutit të Shëndetit Publik që lidhet me emrin tim vitin 1984 dhe përfunimin e pensionit me ndërtimin e objektit të ri që e përmenet Dr. Shyqa, që do t'jetë një ndër institucionet më moderne në Kosovë, do të ka domethënie të veçantë. Agim Bytyqi tha se ky takim përveç mirënjohjeve për mjekët Topalli dhe Mehmeti, kishte për qëllim edhe diskutimin për përgatitjen e një libri për historikun e mjekësisë ferizajase në shekullin e 20. Kemi sot dy kolegë që kanë dhënë në pension, Dr. Sulejman Topalli dhe Dr. Fadil Mehmeti. Njëkohësisht prezent janë shumica e veteranëve të shëndetësisë që i kanë mbi 30 vjet për punën në komunën e Ferizajt, të profileve të ndryshme që kanë ardhur këtë takim. Dhe pika e dytë ka qenë organizimi për kriju një libër të historisë shëndetësisë të komunës Ferizajt të shekullit 20. Në këtë takim janë prezent mbi 50 mjek të specializimeve të ndryshme, edhe nga Prishtina, nga Ferizaj, që janë mjek të komunës Ferizajt. Diskutimet janë që libra të bëhet, të përmbledhin shënimet, argumentet, faktet, që të bëhet një histori e shëndetësisë shqiptare në komunën Ferizajt, për gjeneratat e ardhshme që vinë që të shohin se kush ka punu, si ka punu në çfarë kohë, çfarë prebeti kanë pas. Në këtë ceremoni, veteranët e shëndetësisë së Ferizajt folën edhe për përvojat e tyre profesionale, si dhe për historikun e shëndetësisë ferizajase ndër vite.